A janë simptomat të dukshme, a janë simptomat të hershme, apo kur fillojnë simptomat jemi tashmë vonë? Nëse flasim për simptomatologjinë e fruthit, pra si fillon fruthi, zakonisht fillon me një temperaturë që shkon mbi 38 gradë Celsius dhe cila për disa ditë arrin vlera maksimale mbadje mbi 40 gradë Celsius. Fruthi është një prej sëmundjeve të rralla infektive ku temperatura arrin maksimumin. Pothuajse shumica e fëmijëve që ne i kemi pas gjatë tyre 3-4 muajve na tregojnë se prindërit e tyre tregojnë se temperatura ka shku pothuajse mbi 39 deri në 40 gradë Celsius. Menjëherë pas shfaqjes së temperaturës mrena 24 orëve deri 2-3 ditë fillon edhe skuqja e syve, një rinet ose rrjedhje e hundve, pastaj kollitja që zakonisht është e thatë, por mund të jetë shumë e ashpër, si dhe shterja e zërit ose marrja e zërit, pra janë shenja të laringjitit. Pra skuqja e syve që mund të jetë edhe një ajtje lehtë e palpebrave, me shkuarje të hundve, me kollitje që ka paraprit temperatura, janë një grup i simptomeve të cilat mund të na sugjerojnë që ai fëmijë mbase mund të jetë infektuar me fruthin. Nëse kësaj i shtojmë të dhënat se ai fëmijë mund të ketë qenë në kontakt me dikën që ka pas fruthin ose që ka qenë dyshim për fruthit, dhe nëse kësaj i shtojmë edhe dëshminë që nuk është i vaksinuar, atëherë pak a shumë e rrumbullaksojmë dhe mund të vijmë deri te diagnoza edhe para se të shfaqen ekzantemat ose pushrat, si thot populli, ato që tashmë veç janë karakteristike, se ku shfaqen ato tashmë diagnoza pothuajse është e qartë.